Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni një subscribe. Shtimi lajmi më i ri dhe më i fundit, sot në datën 23 janar të vitit 2026, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur luftaniet për në drejtim të Iranit. Numri i viktimave atje, thonë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është i paprecedent, nuk mbahet mend të vrarë. Ndërsa, në ndërkohë, ajo që po e lodh Maqedoninë dhe qytetarët e saj të Maqedonisë ka qenë sot ligji për kundërvajtjen e komunikacion apo e ashtu quajturi Safe City. Dhe ka plasur debat dhe polemika mjaft. Ligji kaloi në parlament me 81 vota për dhe me 19 kundër. Do të thonë, qeveria koalicioni ishte komplet dhe Levica. Nga Levica pati një deklaratë mjaft interesante. Ata thanë, ndërkohë, se nuk do të lejojnë që numri i dënimeve të jetë ndryshe nga ajo të cilën ata e kanë paraparë. Nuk mund të paguajë njësoj ai i cili ka rrok 500 euro dhe njësoj ai i cili ka rrok 5.000 apo 50.000 euro. Shojmë e bëjmë, thot një fjalë popullore shqipe, se si do të reagojnë. Ja se si kanë reaguar nga Aleanca për shqiptarët, të cilët thanë nuk e kanë votuar ligjin, po ashtu edhe BDI nuk e ka votuar ligjin. Kim drejt për drejt gjepin e qytetarëve në këtë seancë ku ka një interesim të jashtëzakonshëm edhe të mediave edhe të secilit nga ne, për shkak se kemi të bëjmë me paket ligjesh që prekin drejt për drejt gjepin e qytetarëve, për nga ana tjetër edhe është shkaktuar revolt për shkak të pabarazisë të aplikimit të paketës që kanë të bëjnë me Safe City. Më lejoni që fillimisht të lexoj nenin 9 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut që thotë: qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të barabartë në liri dhe të drejtat, pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, përjardhja kombëtare dhe sociale, bindja politike dhe fetare, pozita pronësore dhe shoqërore. Pra, qytetarët janë të barabartë para Kushtetutës dhe ligjeve. Kolegë të nderuar, keni një përgjegjësi shumë të madhe para vetes, sepse sot rrezikoni nëpërmjet votimit të ligjeve të cilat përfshin vetëm 3 qytete dhe jo gjithë territorin e vendit, në mënyrë të drejtë për drejtë të bëheni krah i qeverisë në shkeljen e Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, për sa i përket sidomos nenit 9 të Kushtetutës. Një gjë duhet ta kemi të gjithë të sigurtë që kemi qenë të deklaruar hapur vazhdimisht. Askush nuk është kundër sigurisë së qytetarëve, duke filluar që nga siguria në komunikacion dhe çdo lloj tjetër sigurie. Por jemi absolutisht kundër që të bëhet ndarje pikërisht në këtë segment të ndjeshëm siç është siguria, duke lënë në këtë rast të pasigurt edhe qytetarët e tjerë apo qytetet e tjera në nivel të Republikës, dhe këto kamerat të Safe City janë duke u praktikuar dhe do fillojnë pra të përdoren edhe dënime konkrete vetëm në 3 qytete, në Tetov, në Shkup dhe Kumanov. Duhet kemi parasysh edhe një fakt tjetër, sidomos rrugët në disa prej këtyre vendeve ku janë të përcaktuara dhe janë më të shpeshta kamerat e sigurisë, sidomos në Çajr, infrastruktura është shumë e dobët, që është shumë më shumë arsye për shkelje, ndërkaq pikërisht aty shumë më shpesh janë të venduara kamerat e sigurisë. Po pra, dhe ka një zgjidhje tjetër. Roftaga 20 e kanë votuar qytetarët, dënimet adresohen atij të u paguaj pasi nuk qenë ka e përcjellë edhe me sinjalistik dhe çdo gjë tjetër. Mirë po, mendoni se Tetova është diçka më mirë? Edhe Tetova është e papërgatitur për sistemin Safe City, i cili do të fillojë më një shkurt. Në rrugë mungojnë shenja të komunikacionit. Nuk më besoni, ja dëgjoni. Në rrugët e bulevardet e Tetovës ende nuk ka shenja paralajmëruese për radarët dhe kamerat për matjen e shpejtësisë, të cilat janë parakusht për funksionimin e aparaturës dhe dënimin e vozicëve. Shpesh, madje edhe sinjalizimi vertikal është jashtë funksionit. Nga komuna e Tetovës bëjnë të ditur se tenderi për furnizimin me sinjalizim horizontal dhe vertikal është mbyllur dhe është parazgjedhur kompania,
kurse për këtë destinim nga buxheti i komunës janë ndarë 250.000 euro. Është zgjedhur kompania, po jemi në fazën e ankesave. Besojmë se nga fillimi i muajit të ardhshëm do të fillojë edhe realizimi, do të fillojnë edhe punimet ku do të vendosen edhe shenja të komunikacionit përgjatë të kamerave të sigurisë, macit të shpejtësisë që korespondon me sistemin Safe City, i cili pritet të votohet me një shkurt të hyjë në fuqi nga Parlamenti i Republikës së Maqedonisë Veriut. Do të ketë shenja që do të paralajmërojnë këto kamera, gjithashtu në territorin e komunës së Tetovës do të ndërtohen, do të vendosen semafor të ri, po edhe semaforët që duhet të renovohen dhe duhet të rikonstruohen. Po pra, nga jo që unë kam njohuri gjatë këtyre viteve si gazetar, ose më i vjetri në Maqedoni aktiv, shqiptar, del se para një muaj shkruja Agës Nakëll, kësaj radhe Agë këtu është Bilat Kasami, pra, drejtojnë faturat Bilat Kasami që t'i paguaj. Nuk ka asnjë sinjalizuese, nuk e kanë mbushur qytetin. A e kanë votuar ligjin. Okej. Adnan Azizi tha, Safi City parandron aksidente dhe shpëton jetën. Po ashtu dhe Afrim Gashi nga ky koalicion dita e sotme ka qenë shumë produktive. Ndërsa ka reaguar shpritur aleanca për shqiptarët e Taravaret, e cila thotë do ta çojnë Safi City në gjykatën kushtetuese. Çdo gjë është në asaj se kush është në pushtet, por mbi të gjitha unë do kisha dashur që ta lexoj edhe Albin Kurti këtë, sepse njeriu i tij, Bekir Qoku tha, projekti Safi City mbron qytetarët. Hajde shohim se si do i mbrojë qytetarët Safi City. Buxhetin e qytetarëve me siguri jo. Me siguri jo. Në ndërkohë, unë do bëhem tash i mençur. Pyetje për qeverinë mbi Safi City. Apo e pranon qeveria se ligji po zbatohet selektivisht? Kurin në fuqi vetëm në disa qytete, ndërsa pjesa tjetër e territorit mbetet jashtë kontrollit dhe sanksioneve. Si e shpjegon qeveria faktin që barazia para ligjit zbatohet vetëm aty ku ka kamera, ndërsa në qytetet pa kamera ligji praktikisht nuk ekziston. Unë do kisha pyetur edhe këtë. Pse në manastir? Pse në manastir? Zašto ne vo Bitolla? Zašto ne vo Prilep? Pse jo në Prilep? Pse jo në Veles? Janë qytete të mëdha. Pse vetëm qytetarët në Shkup, Tetov dhe Kornov duhet të paguajnë gjoba nga një shkurti, ndërkohë që qytetarët në qytet tjerë nuk shkojnë për të njëjtat shkelje? Unë do kisha shtruar edhe një pyetje tjetër. Pse të mos pret pas ligji është miratuar, ty në funksion kur dihet kret shteti gati. Dhe vazhdojmë. A është Safi City projekt sigurie apo instrument për mbushjen e buxhetit duke u zbatuar fillimisht aty ku ka densiteti më të madhe trafiku dhe popullsie? Kush mban përgjegjësi politike për vendosjen e kamerave në zona pa semafor, pa parkinge dhe pa sinjalistik bazë, por me gjoba të larta? Pse qeveria nuk e shtyn zbatimin e ligjit deri në momentin kur sistemi do të ishte funksional në gjithë territorin e shtetit, nëse qëllimi ishte siguria dhe jo ndëshkimi selektiv? A ekziston ndonjë analizë publike që dëshmon se këto lokacione janë më të rrezikshme për aksidente apo vendimarrja është bërë pa transparencë dhe pa kriter profesional? A e konsideron qeveria të drejtë që ligji të zbatohet sipas kapacitetit teknik dhe jo sipas parimit kushtetues të barazisë, dhe kush do ta mbajë përgjegjësinë nëse ky projekt thellon mosbesimin qytetar? Dhe për fund, a do të shoqërohet zbatimi i sistemit me investime paralele në infrastrukturë rrugore, si semafor, sinjalistik dhe parkinge, veçanërisht në zonat ku aktualisht vendosen kamerat, pra në zonat shqiptare kur të gjitha këto jo që janë në minus, por edhe nuk ekzistojnë. Dhe nuk janë fare të planifikuara as nga buxhetet komunale, as nga buxhetet republikane. E çfarë të themi diçka tjetër? Pra, Maqedonia vlon. Të mërkurën pritet që të protestohet dhe lidhja sindikatave të Maqedonisë thotë paga minimale duhet të jetë 600 euro. Pra, po të dënuan 500 euro, 100 euro të mbetet. 100 euro të mbeten. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Më në fund, pas gati gjysmë viti u zgjat avokati i ri i popullit. Më në fund. Dhe pse shumë media në gjuhën maqedonase pretendonin se kësaj radhe takon njërit që nuk i përket komunitetit shqiptar. Pra, çdo kund mjegull. Dhe ajo për cilën besoj se gjithë e keni parë, nuk do bëhemi mërzitshëm, po shkurt do i bi. Vjosa Osmani.
ishte me Trumpin. Ne nuk e pam, së në të gjë dikush Mickovski. Vučićin e pam se ishte urë dikun në publik, por Mickovski nuk e pam. Okej. Unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi herëve të tjera, por mos harroni, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani dhe bëni një subscribe.